sa është vështirë me i qeverisë gjakovartë. Sepse gjakovartë janë një komunitet pak më ndryshe se sa pjesa tjetër. Shehelit janë për ata që flitet gjithandej. Gjakova ka dalë shumë e shkatruar nga lufta, njerëzit kanë qenë shumë të papunë, u pat kriju edhe një lloj miti se kafishat e Prishtinës janë të mbushur me kamarierë nga Gjakova. Më interesojnë çdo dy dimensione. E para, sa është vështirë me qeverisë gjakovartë, të pas parasysh edhe ndasinë e madhe që e kanë me katunarë, dhe jo jeni sheheli sa e diune. Dhe e dyta, ekonomia, qysh është tash, a ka ma Gjakova kamarierë për Prishtinë, apo tash Gjakova nuk ka punëtor të mjaftueshëm për vetë bizneset e Gjakovës janë aty. Okej, është e vërtet që ka qenë zër për një kohë gjatë për gjitha rrethonat që i përmene. Na përmendim luftën, shkatrimin e luftës, por nuk duhet më harru që një shkatrim serioz i ka ndodhur Gjakovës para luftës, prej 90-s. Në Gjakovë janë çmontu fabrikat, që ta dini. Ereniku është çmontu, edhe pajisjet janë shkuar në Pozharevc, o mbyll, më thonë. Gjatë viteve 90. Gjatë viteve 90 janë shkuar vneshtat, ka ra ekonomia komplet. Atëherë lufta ja ka dhënë edhe një goditje tepër të madhe. Më thonë që e din këtë Kosova çfarë goditje ka marrë dhe nuk ka qenë lehtë. Amo po ju tregoj, është e vërtetë që shumë kush ka punu kamarierë në Prishtinë, po nuk duhet me harru që nëse i shihni bankat, nëse i shihni ambasadat, nëse i shihni organizata ndërkombëtare, nuk mundi me hidi ku pa i gjetë Gjakovart. Do të thonë është e pamundshme, nëse i shihni mediat, është e pamundshme. Po kjo është pak se edhe jo Gjakovart e ngrehni njëri tjetrin, kështu që thonë. Ton pe ngrehni njëri tjetrin. Me tërhiq do të thonë. Ton pe ngrehni njëri tjetrin, mirë po janë gjithkund. Në anën tjetër, a është zër, që po tregoj, gjithçka barazohet në këtë jetë. Zër është për disa aspekte tjera, e ma lehtë është për disa aspekte tjera. Edhe po ju tregoj kështu. Ma zër është se janë ma cikrimtar jo në pare, drejtën po ju tregoj se është mit kjo punë, po unë kur punoj në rrugë, dalin e ma këqyrin rrugën, qysh po bëhet. Për merë po, do del një burri vjetër, ose një grua vjetër, edhe i qyrë qysh po i vnojnë kubzat. Po qysh po i vnojnë kubzat. Mirë po është ma letë se padash me tepru, nuk është Gjakova, Zvicër e pjesa tjetër e Kosovës, kush e diçka, barazohem diku tënë. Amo një farë disipline ekziston e kësaj natyre. Nuk kem nevojë me shku me lyp tatimin e paguin. Do të thënë në kohë caktuar e paguin ujin, e paguin rrymen, e paguin. Po është e pabesueshme. Do të thonë që prim në Kosovë me këtë farë disipline për mbarues pas kanë punë atje. Kanë shumë, po jo për këto tema. Për këto e kam ose për shembull që po ju tregoj, nëse dikush ecën nëpër fshatrat komunës Gjakovës, për ndër nuk dallojnë shumë prej fshatrave tjetër ka se keni me i pa poster, vetëm ajnë, do thonë rrugën. E di që kemi problem me disa deponi ilegale, atë ndodhin. Amo nëse ecë rrugëve, çaq pak keni me pa kanaqe ose qese, në për rrugë që është e pabesueshme. Më thonë, është ndërtu një farë sensi i komunitetit që e mojnë, për nërë e mojnë. Në qytet vjetër rrallë shkojmë me pastru, se janë mësu me gjenerata që kur dalin se cili para dugojës vetë me pastru. E mojnë vetë, se është kulturë urbane e tyre, antropologjikisht me folë. Tash, te ekonomia, ka ndodhë revolucion që ta dim, edhe mundet me ndodhë që unë kom qenë edhe me fatë. Amo kom pas një profesor në Angli dhe ke sa ma shumë që po ushtroj, ma shumë fatë për kom. Për mi përzi paket. Fillimisht ka qenë një investimi madh i DCO, si Devoli Corporation, cila gradualisht ka pasë ndikim edhe te lëmit tjera të bizneseve. E tash është diversifiku shumë biznesin Gjakovë, ka kompani të epër serioze. Nivel të Kosovës garojnë për në kompanit ma serioze. Edhe të huja. Po edhe të huja. Kjo ka ndodhë, mu i me thonë, në aspektin historik në mënyrë tepër të shpejt. Jemi të volë për 4-5 vite me pas transformim total të mënyrës biznesit. Tash që kom bo unë, bizneset i kanë kry punë të veta, ta kanë bo investim, nuk kom bo unë investim. Amo du një detaj një përmen. Amo ndikimi është i madh. Du me përmen një detaj të vogël që mundet me ndimu tjerve, se nuk po du veç me lavdu vetën edhe Gjakovën. Në vitin 2018, në mars, kom kriju një trup jo formale që kom qujtë Këshilli Publiko-Privat.
Edhe për çdo 3 muaj i kom ftu gjitha ndërmarrjet private, ndërmarrjet publike, drejtorët komunal, edhe kem diskutu çaj me të bo, cilat janë investimet e komunës, ka kemi që rrugët, qa muj me bo ma tepër për biznes, edhe u konë një farë B2B komunikimi, biznes me biznes. Unë nuk e kom plan tash në fushat me i përmena emrat e biznese, a mu kanë dollë kontrata 10 milion, 20 deri në 60 milion euro bashkëpunim mes bizneseve mrena. Të me thonë vetë i kanë. Ata i kanë kry vetë, po deri që atë ditë që në taku, mi pyt një tjetrin shembull, a prodhon t'i goshda, po t'i blej goshda, të nuk o konë goshda puna, ma madhe. Marëm si shembull. Edhe janë gjeneru marrëveshje biznesore në mes tyne, vetë që kanë nisë me najtë me zeti. Atëherë klubi publiko-privat ka vazhdu këshilli, kemi përfundu me klubin e biznesit që e ka inkubu komuna edhe ju ka dorëzu bizneseve, ato tash e menaxhojnë. Edhe që është tepër interesant, është që një moment caktum, disa zyrtarë të USAID-it, tash është i mbyllur veç, kanë ardhur dhe kanë thonë, a mujmë me përdorë për mi pilotu tjetër kund konceptin e këshillit publiko-privat. Edhe e kanë nisë. Ndërprej tash po e kanë nisë. Kanë dalë shumë iniciativa tjera, unë e kom thonë disa herë, nëse unë kom më vetë mas shumë viteve, që ka ndodhë, kom një thonë që më e rëndësishmja që ka ndodhë, ka qenë rikthimi i vetbesimit të njerëzve që mujnë me bo. Rikthimi i vetbesimit ka qenë nashta e arritura kryesore, po janë projektet, rrugët, lumejt, shkollat, krejt janë. Amo nuk kishim mrina në këtë budget që e kemi, në këto investime që i kemi, mos me pas vetbesim të njerëzve, me nis me investu, që do thot me investu? Nashta edhe mi renovu shpinë vet, që e ka pas dëmtume, deri të objekte të mëdha industriale, objekte të mëdha të banimit, kanë qenë pa imagjinueshme. Nuk kanë besu që mrim në këtë shkollë, edhe për këto jam i lumtur, edhe qa shohun krejt për mi përfundu këtë pjesë. E kom thonë 100 herë, për thonë prapë dhe nuk jam të thonë kur gjo të re. E du Kosovën, unë jam Kosovë-centrik, e du që të vam, e du shumë. Mu më është besu një copë Kosovë. Unë kom garu për një copë Kosovë që është Gjakova. Që është një copë Kosovë të për rëndësishme. Mu në demokraci, qytetari ma ka dhonë qatë besim. Unë jam të ndreq një copë Kosovë, e ajo copë Kosovë dhe ma tepër është vendindja jeme. Për isë largu kështu e shoh, qatë copë që ma keni besu, që ato e bëj mas miri që muj, nuk kursej kur gjo. Edhe kom me vazhdu dhe për 4 vjetë, po besoj që kushdo që vjen sot në Gjakov, ata që nuk kanë ardhur 1 vjet, 2 ose 3 kanë me po dallimin më njerë.